Kryetari i Bashkisë së Kukësit, Albert Halilaj, priti sot diplomatin e parë të ambasadës së Bullgare në Shqipëri, Ilian Krumov. Pas takimit, kryebashkiaku Halilaj u shpreh se me diplomatin Krumov u diskutuar për realizimin e disa projekteve të përbashkëta kulturore në zonën e Zapotit, si edhe për projekte infrastrukturore ndërkufitare me komunën e Dragashit në Kosovë. Këto iniciativa pritet të financohen nga fondet e Bashkimit Evropian. Ka të bëjë me kulturën dhe zhvillimin e projekteve ndërkufitare me komunën e Dragashit në Kosovë. Patëm disa nisma konkrete lidhe me përmirësimin e infrastrukturës, lidhe me zhvillimin e aktiviteteve kulturore në këto zona. Jemi në kontakt për të finalizuar projekte ndërkufitare të cilat do financohen me fondet e Bashkimit Evropian dhe ne presim të aplikojmë në thirrjet që do kryen nga këto. Sipas kryebashkiakut Halilaj, shumë shpejt një biznesmen bullgar do të dhurojë një mjet transporti për banorët e Zapotit, ndërkohë projektet ndërkufitare që do të realizohen në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës do të fokusohen kryesisht në zonën e Shishtavecit. Kemi një nismë që ka të bëjë me pajisjen me mjetet transporti nga një biznesmen bullgar, të cilët do jenë shumë shpejt në njësitë administrative Zapot dhe Shishtavec. Sa përket infrastrukturës? Në lidhje me infrastrukturën, ne kemi aplikuar së bashku me qeverinë e Kosovës në projekte ndërkufitare që do jenë për përmirësimin e rrugëve ndërkufitare në zonën e Shishtavecit. Projektet do të financohen jo vetëm nga fondet e Bashkimit Evropian dhe Bashkia e Kukësit, por edhe nga qeveria bullgare.